Kryetari i Stambollit është rivali më serioz i presidentit Erdogan dhe ishte gati të zgjidhej si kandidati i opozitës në zgjedhjet presidenciale. Pak para se kjo të ndodhte, Ekrem İmamoğlu u arrestua, një nga politikanët më të njohur të Turqisë. Ekrem İmamoğlu duket si i relaksuar, elokuent, bashkohor. Ai gjithmonë ka ditur të tërheqë grupe të ndryshme shoqërore, dëshiron të përfshijë të gjithë në politik dhe preferon një stil më gjithëpërfshirës të politikës që nuk diskriminon apo ofendon. Qëndrimi i tij mund të shihet edhe si një reagim ndaj stilit të qeverisë aktuale turke në politikën turke. Është mjaft e zakonshme të përdoret një diskurs patronizues dhe fyes, ne kundrejt tyre, kundër kundërshtarëve politik. Qëndrimi i 54 vjeçarit sigurisht që ka kontribuar në popularitetin e tij në shoqërinë gjithnjë më të polarizuar të Turqisë vitet e fundit. Kryetari i Bashkisë së Stambollit që nga viti 2019, İmamoğlu shihet si një nga rivalët më serioz të presidentit aktual turk Recep Tayyip Erdogan dhe partia e tij laike republikane popullore ose CHP ishte vendosur ta bënte atë kandidatin e tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Pavarësisht mënyrave të tij gjeniale, më 19 mars, İmamoğlu u arrestua me akuza për korrupsion dhe dyshim për terrorizëm. Akuzat për terrorizëm janë hedhur poshtë, por një gjykat ka vendosur që ai duhet të qëndrojë në paraburgim. Arrestimi ka shkaktuar protestat më të mëdha të opozitës në Turqi, që nga të ashtu quajturat protesta Gezi në 2013, pavarësisht nga prania masive e policisë, mijëra njerëz kanë dalë në rrugë në të gjithë vendin, duke demonstruar kundër asaj që ata e shohin si një dredhi për të ndaluar ofertën e İmamoğlu për presidencën. Futboll, ndërtim, qofte. Shumica dërmuese e turqëve ka të ngjartë mos kishin dëgjuar për İmamoğlu deri në vitin 2019. I lindur në vitin 70, İmamoğlu rrit në provincën e Trabzonit. Atje ndoqi mësimet e Kuranit, të cilat i dhanë edukim fetar. İmamoğlu studioi më pas në Kipro dhe Stamboll, duke u diplomuar për administrim biznesi. Para se të hynte në politik, ai drejtonte një restoran në Stamboll i specializuar në qofte turke dhe gjithashtu drejtonte kompaninë e ndërtimit të familjes së tij, İmamoğlu Insaat. Nga viti 2002 deri në 2003, ai ishte antar bordi i klubit të futbollit Trabzonspor, ekipi i tij vendas dhe një nga klubet më të suksesshme të futbollit të Turqisë. Në vitin 2009 ai kishte hyrë në politikën lokale dhe në vitin 2014 u bë kryebashkiak i qarkut të klasës së mesme, Beylikduzu të Stambollit, kur CHP e shpalli atë si kandidat në garën për kryebashkiak të gjithë Stambollit. Për shumë njerëz ishte surprizë. Shumë mbështetës të opozitës besonin se ai nuk kishte asnjë shans kundër kandidatit të mbështetur nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim të Erdoganit ose AKP. Megjithatë, İmamoğlu fitoi ato zgjedhje lokale me një diferencë prej 13.000 votash më shumë se kandidati i AKP-s dhe mori metropolin, i cili ishte qeverisur nga islamistët konservator për 25 vjet. Pas një apeli nga AKP, autoriteti zgjedhor i Turqisë, Këshilli i Lartë i Zgjedhjeve, anuloi rezultatet. Pastaj, 3 muaj më vonë, ai fitoi përsëri dhe këtë herë me një diferencë dukshëm më të madhe, prej mbi 800.000 votash. İmamoğlu fitoi gjithashtu zgjedhjet për kryetar bashkie në vitin 2024. Presidenti Erdogan dhe AKP i kishin vënë vetes synimin për ta fituar këtë dhe përshkruan atë si fillimin e një epoke të re. Kryebashkiaku i Stambollit është gjithashtu i rëndësishëm për Erdoganin, i cili ishte kryebashkiak i kryeqytetit midis 94-s dhe 98-s. Megjithatë, İmamoğlu përfundoi me një epërsi prej gati 10 pikë përqindje ndaj kundërshtarit të tij të AKP-s, Murat Kurum. İmamoğlu ka gjithashtu kritik. Akuzat për mashtrim, korrupsion dhe shtrëngim të votuesve kanë penguar zgjedhjet në Turqi dhe fitoret e İmamoğlu janë parë shpesh si provë se demokracia turke ishte ende funksionale dhe se zgjedhjet mund të fitoheshin kundër qeverisë gjithnjë më autoritare të AKP-s. Sigurisht që ka pasur edhe kritika për İmamoğlu'n, por pjesë të Stambollit u prekën nga një përmbytje në vitin 2019. Ai ishte me pushime verore dhe qëndroi larg, shkruan Deutsche Welle. Kur një tërmet goditi provincën Elazig në Turqinë lindore në vitin 2020, ai vizitoi qytetin së bashku me shumë politikanë të tjerë, por më pas udhtoi në një pjesë tjetër të Turqisë për një pushim skish. Është normale që një burr familjar të kalojë 2 ditë pushime me fëmijët e tij, u tha İmamoğlu kritikëve aso kohe.